Përshëndetje gjithëve. E di që gjithë do mendonit pse Mateo nuk ka hedhur akoma as në post as në story, nuk ka thënë asnjë gjë publikisht. Po që në momentin e parë që kam dalë kam pasur probleme me telefonin. Më pas kam preferuar të pushoj pak, të shpenzoj pak kohë me familjen. Edhe mund të them që nuk mund të kem parë as një 5% të gjithë asaj që keni bërë për mua ndërkohë që kam qenë aty brenda. Fillimisht doja t'ju falenderoja përzemërsisht gjithëve, pafund për gjithë mbështetjen që më keni dhënë, për çdo votë, çdo vlerësim, çdo koment, çdo fjalë të mirë, çdo suport, çdo letër, çdo parashut, çdo dron, domethënë jam pafund mirënjohës që të gjithëve. Momentin që isha aty brenda, asnjëri nga ne nuk e di se çfarë bëhet jashtë. Normalisht që edhe unë në atë pikë që arrita e kisha dëshirën për ta fituar çmimin e madh. Por kur dola dhe pash gjithë mbështetjen e publikut, gjithë dashurinë e publikut, unë mendoj se dashuria e publikut është 100 herë më e madhe se vlera e 100.000 euro. Edhe herë doja të falenderoj gjithë shqiptarët e Shqipërisë, e Kosovës, Maqedonisë, Malizisë, Çavërisë, diasporën, Amerikën, Kanadan, Australin, Europën, shqiptarët, gjithë botën, ju falenderoj përzemërsisht, ju dua shumë, edhe dhe jemi bashkë shumë shpejt. Babi, se s'më the, do që fitoj Selin? Një lloj sikur ta kishe fituar ti zemër. Ashtu, a? Po pse të pëlqente? Më pëlqente për thjeshtinë e saj dhe logjikën e ftohtë dhe të saktë.